Bujar Muli kërkon ndeshje fair Eddie Halli. Një përballje e mundshme në MMA mes britanikut Eddie Hall dhe kundërshtarit të mundshëm është hedhur në diskutim me idenë që meçi të zhvillohet në Kosovë. Promotori dhe organizatori shqiptar Bujar Muli e ka bërë të ditur në rrjetet sociale se ai ka dërguar ftesë Eddie Hall për një përballje MMA duke shprehur dëshirën që eventi zhvillohet në Kosovë. Sot i kam bërë një sfidë direkte Eddie Hall për një takim në MMA dhe dëshira ime është që të ketë një përballje në Kosovë, le ta shohim a mund ta sjellim në Kosovë, ka shkruar Muli. Ai ka bërë ditur gjithashtu se ftesën e ka dërguar dhe publikuar në komentet e postimit. Për momentin bëhet fjalë për një sfidë propozuar, ndërsa nuk ka konfirmim se Eddie Hall e ka pranuar atë apo se meçi është zyrtarizuar.